Korçës dua ti këndoj. Të dashur dëgjues, mirë se vini në programin ton të njohim Shqipërinë. Ku çdo episod ju sjell më pranë qyteteve, historisë dhe traditave të vendit ton të bukur. Sot, ju ftoj të udhëtojmë së bashku drejt një prej qyteteve më të dashura dhe më të veçanta të Shqipërisë, Korçës, qytetit të serenatave, artit dhe kulturës. Një qytet që të pret me rrugicat e tij të kaldrëmta, me mikpritjen e njerëzve të tij dhe me një atmosferë që të fton të humbasësh në historinë dhe traditat e saj. Por çfarë bën Korçën kaq të veçantë? Le ta zbulojmë së bashku. Një histori me rrënje të thella. Korça ka qenë gjithmonë një qytet me një histori të pasur dhe një rol të rëndësishëm në zhvillimin e kulturës dhe arsimit shqiptar. A e dini se këtu u hap mësonjtoria e parë shqipe në vitin 1887? Ky ishte një moment historik që i hapi rrugën edukimit në gjuhën shqipe dhe forcimit të identitetit ton kombëtar. Duke ecur nëpër qytet, hasim një arkitekturë të veçantë me shtëpi karakteristike dhe ndërtesa historike. Një nga simbolet më të njohura të Korçës është Katedralja e Ngjalljes së Krishtit, një ndër objektet më madhështore fetare në Shqipëri. Korça është gjithashtu shtëpia e muzeumeve të rëndësishëm si Muzeu Kombëtar i Arsimit, Muzeu i Fotografisë Gjon Mili dhe Muzeu Mesjetar i Artit, ku mund të zbulojmë më shumë për historinë dhe trashëgiminë tonë kulturore. Qyteti i serenatave dhe artit. Por Korça nuk është vetëm histori dhe arkitekturë. Ajo është edhe qyteti i serenatave. Këto këngë të ëmbla romantike kanë bërë që Korça të njihet si një qytet me shpirt artistik dhe me një traditë muzikore të veçantë. Çdo vit, qyteti mirë pret festivalin e serenatave, ku artistët dhe banorët bashkohen për të festuar këtë pasuri të çmuar muzikore. Nëse keni pasur fatin të dëgjoni një serenat në një natë të qetë korçare, e dini sa magjike është kjo përvojë. Përveç muzikës, Korça është një qendër e rëndësishme e artit dhe kulturës. Evente të mëdha si Panairi i Librit, Festivali i Birës dhe Karnavalet e Korçës tërheqin mijëra vizitorë çdo vit, duke mbajtur qytetin plot gjallëri dhe energji. Shijet e Korçës, një udhëtim gastronomik. Sigurisht, një vizitë në Korçë nuk do të ishte e plot pa shijuar kuzhinën e saj të famshme. Lakror i pjekur në saç, tavë kosi, petulla me mjaltë dhe natyrisht një gotë birë Korça janë një pjesë e pandashme e përvojës së këtij qyteti. Festivali i Birës, i cili organizohet çdo verë, është një nga festat më të mëdha në Shqipëri, ku mijëra vizitorë mblidhen për të shijuar muzikën, ushqimin dhe sigurisht birën e freskët që e ka bërë Korçën të famshme. Fshatra turistike, thesaret e natyrës. Për ata që duan të eksplorojnë më tej, rreth Korçës ndodhen disa nga fshatrat më të bukur të Shqipërisë. Dardha, me natyrën e saj të mrekullueshme dhe shtëpitë tradicionale, është destinacioni i përkryer për ata që duan të relaksohen larg zhurmës së qytetit. Në dimër, ajo kthehet në një qendër të vogël turistike për ski dhe aktivitete dimërore. Voskopoja, dikur një nga qendrat më të rëndësishme të Ballkanit, është një tjetër perlë historike. Kishat e saj me afreske të rralla dhe natyra e qetë bëjnë një vend të paharrueshëm për vizitorët. Një qytet që të mbetet në zemër. Të dashur dëgjues, ky ishte udhëtimi ynë i sotëm nëpër rrugët dhe historinë e Korçës. Një qytet që të fton ta vizitosh dhe ta përjetosh atmosferën e tij të veçantë. Qoftë për serenatat, arkitekturën, ushqimin apo thjesht për ajrin e pastër të këtij qyteti, Korça mbetet një destinacion që nuk duhet humbur. Kjo ishte Të njohim Shqipërinë, programi që ju sjell më pranë qyteteve dhe bukurive të vendit ton. Deri në episodin e ardhshëm, ju uroj një ditë të mbar dhe mos harroni, Shqipëria ka shumë për të zbuluar. Unë jam Isabella dhe kjo është Bruko Broadcast Radio. Miru dëgjofshim. Ruku lisnikade, pani qefil tamam, se qefi është i hëbe, nuk bliet moj me para. Ruku lisnikade, pani qefil tamam, se qefi është i hëbe, nuk bliet moj me para.